Përshëndetje të nderuar miq, ja ku erdhi momenti për të komentuar ngjarjen që mbrëm bombardoi, tronditi rjetin. Shumë komente, shumë hamencime për një deklarat të Eglit. E ndoqa me detaje, e ndoqa me mini sekonda, si me thënë, atë që u fol. Gjatë gjithë intervistës nuk u fol fare për Gjestin. Intervista, ashtu si që unë kam thënë më herët, ishte e bazuar më së shumti në projektet e Eglit, në karierën e Eglit, në rrugtimin e Eglit pas shtëpisë së Big Brotherit dhe jo në Gjestin. Egli tha që jemi në një lidhje të komplikuar, të paktën kështu kur ja dha dorën Loredana, tha ashtu jemi gjithë, në lidhje të komplikuar. Lidhja e komplikuar nuk do të thotë që jemi të ndarë. Të njëjtën gjë e tha dhe Gjesti dikur që herë mirë e herë keq jemi në intervistën e tij. Dhe të njëjtën gjë e tha dhe Egli. Egli përzjodhi ta këndon këngën e Vesa Lumës. Ai doje puthjet e mia. Është kjo kënga që përzjodhi Egli. Tani unë e shoh këtë në fakt si një lloj skenari më shumë, e shoh si një lloj loje për të fituar klikime. Në qoftë se nuk do të bështe kjo gjëja, nuk do të kishte kështu plasje publike. Egli nuk e tha që unë jam e ndarë, por Egli nuk e tha që as jam në lidhje. Egli nuk foli fare për Gjestin, përkundrazi, në momentin kur u fol për bipolaritetin, Egli u ndje shumë keq dhe pash që u acarua pak, sepse nuk ja kishte thënë Gjestit punën e bipolaritetit, ashtu si që është komentuar dhe ashtu si që është përfolur të publiku. Tani, ato që kanë komunikim, unë nuk e vë fare këtë në diskutim. Unë jam shumë i bindur që ato të dy kanë komunikim dhe me Kastile e bëjnë këtë gjën, sepse e kanë formë marketingu. Për shembull, në momentin kur Gjesti e tha që edhe jemi edhe s'jemi, nuk u bë kaq buje madhe. Në momentin që e këndoi këngën Egli, e njëjta gjë është. Do me thënë, u bë buje madhe, ndërsa Gjesti bën po të njëjtin veprim në për koncerte duke bërtitur Egli. Po të mos jenë bashkë ato, Egli nga inati dele demanton. Edhe thot, më falo ti zotni, kush je ti në për koncertet përmendësh emrin tim? Kush je ti të përdorësh imazhin tim për interesin tënd? Po nga që janë bashkë ato, nga që kanë komunikim, nga që i bëjnë këto lëvizjet me Kastile, ato i bëjnë këto gjërat. Sepse kjo gjëja e shton kurreshtjen te publiku për t'i ndjekur më shumë ato. Se po të mos ishte kjo gjëja, askujt nuk i interesonte për projekte, për këngë, për klipe apo asgjë. Videoja që më së shumti mbrëm është parë dhe shqiptarët kanë qëndruar te goca dhe gra, ndoshta 40 minuta, vetëm për të dëgjuar, a janë bashkë Egli dhe Gjesti. Dhe kjo është forma e marketingut të medjes për të shitur produktin e saj. Kjo është shitje produkti. Si çdo biznes që ka shitje e produktit, dhe marketingu e ka këtë shitje të produktit. Në këtë formë shitet produkti. Në qoftë se personazhet publik i nxjerrin të gjitha të vërtetat në shesh, aty mbaron kurreshtja më për ato, aty mbaron klikimi, aty mbaron follow, aty mbaron gjithçka. Dhe biznesi i tyre nga rritje bie në rënje. Dhe pikërisht Egli mbrëm nuk foli fare për Gjestin, nuk tha gjë, thjesht do me thënë tregoi që është në një lidhje të komplikuar, tani lidhje komplikuar nuk kupton egoja e këtyre të dyve, ndoshta kanë shumë zënka të dy së bashku, sepse zënkat i kanë patur vazhdimisht edhe në Big Brother, do me thënë janë bota që janë shumë kokëfortë që të dy, dhe Gjesti është natyrë që është krejtësisht tip tjetër, që ka adrenalin, që vazhdon me ëndrat e tij, me botën e tij, do thënë po të bëjmë miksin e Gjestit brenda shtëpisë edhe Gjestit jashtë shtëpisë, Gjesti është ky. Ndërsa Egli ishte krejtësisht natyrë tjetër, dëshironte më shumë fokus, dëshironte më shumë vëmendje, sepse po të ishte një lidhje komplikuar, Egli nuk do të kishte, apo të mos ishin në një diçka, Egli nuk do merrte të drejtën të nxjerrën më njëherë pas Big Brotherit në story foto me Gjestin. Do me thënë, thjesht këto të dy po luajnë një lojë që
jam i bindur që do të bëhet pak acaruese te publiku, sepse kur u acarua publiku që këto nuk po reagonin hiç, as me story, as me foto, as me asnjë gjë, Gjesti dhe Egli reaguan me një herë dhe lëvizjet i bënin po në të njëjtën kohë. Tani, lëvizjet do vazhdojnë të njëjta, nuk do ndryshon asnjë gjë. Gjesti do fillon të mbaj rruzat të Eglit, vafët të Eglit, Egli do vazhdoj të mbaj gjërat të Gjestit. Do të thënë, kjo është forma e marketingut të tyre. Një lidhje e komplikuar, çfarë do të thotë? Në qoftë se do të ishte një lidhje përfunduar, Egli do të kishte thënë që ne jemi ndarë me Gjestin, kaq ishte dhe kjo gjë ka marrë fund. Se në fund të ditës ato fansat i kanë, pa marrë parasysh se si vazhdon marrëdhënia e tyre. Por Egli nuk e tha këtë gjën. Egli thjesht ja ktheu me një këngë që Gjesti ja tha po të njëjtën. Dhe kjo është strategjia e marketingut të tyre. Kjo është forma se si ato të dy vazhdojnë të mbajnë publikun gjallë. Unë jam gjithmonë pro dashurisë, edhe dëshiroj që ato të zbusin zemrat e tyre, të luftojnë për dashurinë, edhe të kënaqin njëri tjetrin, sepse sado që të mos besohet në dashurinë e tyre, sepse normal, qëndrimi që mbajnë ato, mënyra se si ato qasen te publiku, mënyra se si ato vinë te publiku, do me thënë ta japin fotografin që mes tyre ka mbaruar më çdo gjë, por ka ca çifte që të surprizojnë më pas. Do me thënë sepse thjesht Egli dhe Gjesti, unë kam arritur ta kuptoj, respekt për të dy janë të mrekullueshëm, po luaj një lojë që do me thënë tani një herë ato janë shumë të fokusuar në karrierën e tyre, në artin e tyre, në biznesin e tyre, në veprimtarinë e tyre, por i bëjnë gjërat e njëjta, i bëjnë lëvizjet e njëjta, e bëjnë qasjen e njëjtë dhe pikërisht në të gjithë intervistën nuk ishte asnjë gjë. Dhe për të marrë një bindje që një çift është i ndarë, do të thënë duhet të ketë shumë argumente të forta dhe fakti që ato janë të ndarë. Por që janë në një komunikim, që kanë një komunikim të vazhdueshëm, duket nga mënyra se si ato qasen te publiku dhe nga tekstet që u dedikohen këngëve. Tani Egli do sjellë një këngë tjetër, me patjetër që po. Unë kam thënë që ato story nuk do nxjerrin të njëri tjetrit, me thënë është forma kjo e marketingu që ato po bëjnë. Por bomba e madhe do të vi. Unë jam shumë i bindur që Egli dhe Gjesti nuk do ta lënë këtë gjën pa bërë një këngë për ta sjellur te publiku, sepse interesi në këtë pikë është i përbashkët për këtë situatë. Dhe pikërisht kjo është marrëdhënia e këtij çifti, marrëdhënie e komplikuar, por jo një marrëdhënie e ndarë. Thjesht një marrëdhënie e komplikuar. Ndarje, fjalën ndarje, Egli nuk e ka përmend fare. Ato mund të vazhdojnë të dy dhe mund të jenë shok, ato mund të vazhdojnë dhe mund të jenë të dashur, në këtë pikë vendosin vetë ato të dy.